Roja 23 vjeçare kryente marrëdhënie seksuale me të burgosur në dhomën e lutjeve në Britani. Një skandal i madh ka shpërthyer në Britani pas zbulimit të një rasti që përfshin një roje burgu 23 vjeçare, e cila akuzohet se ka pasur marrëdhënie seksuale me të burgosur dhe ka futur drogë brenda institucionit, sipas asaj që u bë publike në gjykatën e Southwark në Londër. Ish-oficerja e burgut Isabel Dale dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me të burgosurin Shahid Sharif në dhomën e lutjeve të burgut, ndërsa dy të burgosur të tjerë shërbenin si rojtar. Sipas prokurorisë, incidenti ka ndodhur në 19 korrik 2022, kur Dale dhe Sharif qëndruan në dhomë për rreth 4 minuta përpara se ajo të dilte nga ambienti, duke u parë në kamera teksa rregullonte ripin e pantallonave. Gazeta Daily Mail shkruan se 23 vjeçarja kishte filluar punë në burg në shtator 2021 dhe sipas aktakuzës kishte një lidhje intime me Sharif për më shumë se një vit, nga vjeshta e vitit 2021 deri në fund të 2022-shit.